Po e citoj, Lab, këtë thënje të cilën ti ke publiku, kur Zoti filloi të më ftoi në takim 5 herë në ditë, kuptova peshën e vlerës ime, andaj zëri im depërtoi edhe në veshët e atyre që s'deshen të më dëgjonin. Elaboro ma Lab. Shumë njerëz nuk kanë dashme më dëgju, nuk kanë dashme po, nuk kanë dashme edhe me hap derën për mua, dhe pse unë kom pas, domethënë shumë çka për me ofru. Momentin, ky është momenti i cili shumë rrallë flas edhe në media, po edhe kështu, se është shumë personale. Takimi me Zotin 5 herë në ditë për mua është shumë i rëndësishëm, ku krejt sa çka kam unë ja tham atij. Gjithçka që duam ja thon për një me ja tham 5 kohë të namazit, që është shumë i rëndësishëm. Çdo lodhje, çdo mund, çdo sakrificë, gjithçka që kam ja drejtoj atij. Në fund ditës ai është gjykuesi më i mirë për mua. Të tjerët në mua nuk ka rëndësi, krijesat për mua nuk është që bën një rol të rëndësishëm. Në fakt unë mendoj gjithmonë kur e citove edhe këto, unë mendoj që ata të cilët janë thyr gjatë jetës nuk kanë pse mu thyr mua, edhe unë jam njëri ndër ta. Domethënë gjatë jetës jam thyr shumë, edhe mua nuk besoj që mu thyr në diçka ndoshta edhe shumë të vogël. Takimi me Zotin është shumë i rëndësishëm, vazhdon të jetë, është shumë personal dhe shumë për vete edhe për mu, por ka njerë di edhe me reflektu edhe kështu edhe munona që me nxjerrë sot, se besimit e Zotit për mu ka qenë një kthes shumë e madhe. Domethënë me pa veten ku kom qenë edhe ku jam sot, për mu është faleminderit thjesht Zotit për gjithçka që më ka dhënë.